Ishte në ceremoninë e vettingut për prokurorët dhe gjyqtarët. Nga ndershmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia. Tek e fundit besimi është rezultati i sjelljes së përditshme të strukturës shtetërore. Shqipëria ndodhet sot më afër se kurrë realizimit të objektivit të saj strategjik për antarësimin në Bashkimin Evropian. Por kjo rrugë nuk gjykohet vetëm me kapitull negociatash. Ajo zëraj në forcën e institucioneve, në cilësinë e shërbimeve të shtetit dhe në aftësinë për të garantuar drejtësi, liri dhe siguri juridike për çdo qytetar të vendit. Në këtë proces, përgjegjësia e kuvendit të Shqipërisë mbetet historike. E njëjtë si në korrikun e vitit 2016, ku reforma në drejtësi u miratua me konsensus të plot politik. Dhe ajo nuk ishte një ngjarje izoluar, por ishte një zgjedhje themelore e një kursi të ri shtet ndërtues. Dhe zgjedhjet të tilla kërkojnë mbrojtje të vazhdueshme, përmes ligjeve më të mira, institucioneve më të forta dhe një kulture të qëndrueshme përgjegjshmërie. Vërtet po mbyllim një rrugtim të rëndësishëm të historisë sonë institucionale, por nuk mbyllet detyrimi ynë për t'i mbrojtur, forcuar dhe mos lejuar kurrë që standardet e fituara të zbehen apo të vijnë në diskutim. Ky është testi i vërtet i pjekurisë së shtetit. Ky është testi i vërtet i reformës në drejtësi, ky është testi i vërtet i brezit tonë. Nëse do të dimë të ruajmë me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar, me kaq shumë mund, kuraj dhe duhet të thënë sakrifica. Të nderuar gjyqtar dhe staf i kolegjit posaçëm të apelimit. Nuk ka dhuratë më të çmuar për një komp, për gjeneratat që do të vinë, se sa ndërtimi i institucioneve të forta. Edhe këtu po huazoj gjetjet e studimeve të 3 nobelistëve të para pak muajve, para pak viteve, edhe autorit të librit Why Nations Fail. Institucionet e dobta e çojnë një komp në dështim, institucionet e forta garantojnë prosperitet. Kjo është një nga dhuratat e mëdha që ju i keni bërë shoqërisë sonë, sepse keni ndërtuar, keni vënë themelet e institucioneve bazë themelor të shtetit tonë. Ndaj në emër të kuvendit të Shqipërisë, dëshiroj t'ju falenderoj, por dhe të shpreh bindjen se qytetarët shqiptar do t'ju jenë përjetë mirënjohës. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, dhe tani kam nderin të ftoj